Quhem Agron Shehaj, jam emigrant në Virginia prej 9 vitesh. Përfaqësoj së pari veten time dhe së dyti një grup organizatorësh të protestës që është duke zhvilluar tani në mbështetje të protestave në Shqipëri, në mban Shqipërisë. Çfarë kërkesash keni? Kërkesat tona janë të lidhura me situatën aktuale të Shqipërisë, me feudalizmin 36 vjeçar të Shqipërisë, i cili duhet marrë fund, dhe me dhënien fund një herë për gjithmonë abuzimeve dhe sistemit të nepotizmit, të interesave dhe të pazareve. Dhe vendosje sistemit meritokracisë në çdo hall të vendit. Çfarë mesazhi do t'i jepni kryeministrit Rama në këto momente? Kryeministrit Rama i them e para të zhduket një herë më parë dhe dyta mos harroj të marrë me vete dhe të ngjashmin e vet në opozitë. Po mesazhi për protestuesit në Tiranë? Protestuesve në Tiranë ju them qëndroni deri në fund, deri në arritjen e qëllimit. Qëllimi nuk është vetëm Zbërneci. Qëllimi është gjithë mënyrët që kanë ndodhur në vendin tonë në 36 vjet. Dhënia fund e tyre dhe rregullimi i pasojave. Vazhdoni deri në arritjen e qëllimit final. Mos u dorëzoni përpara çdo përpjekje të ndyrë të pushtetit dhe të opozitës për ta shuar ose sfumuar protestën.